Bekim Kupina, këshilltari i presidentes Vjosa Osmani, ka reaguar ashpër përmes një postimi në Facebook ndaj deklaratave të fundit të gazetarit Liri Mehmetaj, të cilat ai ka cilësuar si një thirrje të drejtë për dhunë dhe urrëtie ndaj kryetares së shtetit. Sipas Kupinës, thirrja publike që presidentes i prehet koka përbën një akt serioz nxitjeje të dhunës dhe nuk mund të mbrohet në asnjë formë si liri e shprehjes. Ai thekson se deklaratat të tilla bien ndesh me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, jo vetëm në Kosovë, por në çdo shtet demokratik. Për këtë arsye, Kupina u ka bërë thirrje institucioneve kompetente që ta trajtojnë rastin me urgjencë, sipas detyrës zyrtare. Në reagimin e tij, Kupina i ka quajtur deklarimet e Mehmetajt si të rësisht të pabazuara dhe shpifse, duke theksuar se ato janë ndërtuar mbi gënjeshtra të përsëritura me qëllim diskreditimin personal dhe institucional të presidentes së Republikës dhe familjes së saj. Sipas tij, këto qëndrime nuk synojnë debat publik apo kritik politike, por krijimin e një klime urrëtieje dhe denigrimin ndaj figurës së Osmanit. Kupina ka shtuar më tej se Mehmetaj, të cilin e cilëson si përhapës të dezinformatave, riciklon vazhdimisht fyerje, trillime dhe akuza pa bazë faktike, veçanërisht kur i mungojnë argumentet. Kjo gjuhë sipas tij, jo vetëm që dëmton reputacionin institucional, por edhe nxit kërcënim dhe rrezik real për sigurinë e presidentes dhe familjes së saj. Thirrja e Liri Mehmetaj që presidentes së Republikës së Kosovës t'i prehet koka përbën thirrje të drejtë për dhunë, urrëtie dhe sulm. Kjo nuk është liri e shprehjes e mbrojtur me ligj apo kushtetutë, as në Kosovë dhe as në ndonjë vend tjetër demokratik. Për këtë arsye u bëjmë thirrje organeve kompetente që sipas detyrës zyrtare ta trajtojnë menjëherë këtë kërcënim dhe nxitje të dhunës dhe urrëties nga ana e tij. Deklarimet e Liri Mehmetajt kundër presidentes janë të rësisht të pabazuara dhe përbëjnë shpifje të rënda, të ndërtuara mbi gënjeshtra të përsëritura me qëllim diskreditimin personal dhe institucional të presidentes së Republikës së Kosovës dhe të familjes së saj. Këto deklarime nuk synojnë debat publik apo kritik politike, por denigrim të qëllimshëm dhe nxitje të një klime urrëtieje. Si përhapës i njohur dhe i konfirmuar i dezinformatave, sa herë që i mungojnë argumentet, Mehmetaj riciklon fyerje, trillime, kërcënime dhe akuza pa asnjë bazë faktike, duke përdorur gjuhë linçuese dhe insinuata që përveç se dëmtojnë reputacionin institucional, nxisin edhe kërcënime dhe dhunë ndaj presidentes dhe familjes së saj. Presidentja Osmani nuk ka kërcënuar, nuk ka shantazhuar dhe nuk ka ushtruar asnjëherë presion politik ndaj askujt. Çdo përpjekje për ta paraqitur ndryshe përbën manipulim të qëllimshëm të opinionit publik, po ashtu pretendimet për korrupsion, shitje vote, pasuri multimilionëshe, investime në Shqipëri e deklaratat të tjera janë shpifje flagrante dhe të rësisht të pavërteta. Shpifjet e vazhdueshme nga Liri Mehmetaj kundër babait të presidentes, i cili në fakt ka qenë i burgosur dhe i torturuar në burgjet e Miloševićit, dëshmojnë se shpërndarja e qëllimshme e këtyre trillimeve për qëllime propagandistike përbën një akt të ulët dhe moralisht të papranueshëm. Për këtë akuzë tashmë ekzistojnë vendime të Këshillit të Mediave të shkruara të Kosovës, të cilat i vërtetojnë si të pavërteta. Përjedhoi Liri Mehmetaj do të përballet me padi për shpifjet e tij.